Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Me emrin e Allahut mëshiruesit, mëshirëbërësit, falënderimi takon Zotit gjithësisë, paqja e lavdërimit i qoftë me vullën e pejgamberit Muhammedit alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që pasojnë atë deri në fund të kësaj bote. Vazhdojmë me temat tona, besimi dhe jeta dhe të ecësh me gjurmët profetike. Kemi ndaluar në temën 27 që të duhesh për vllahën tënd ato që do për veten tënde. Allahu subhanahu wa ta'ala thot në Kur'anin Kerim: "Fa'alafa bayna qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana." Allah është ai i cili i bashkoi, i zbuti zemrat tuaja dhe kështu u bët vëllezër për hir të Allahut me njëri tjetrin. Pra deshi Zoti subhanahu wa ta'ala ju besimtar që mbas përçarjes së idhujtarisë dhe ignorancës ju bashkoi zemrat tuaja pas ju bët musliman, dhe kjo është një mirësi e Allahut azza wa jall, duke u shpallur Zoti juve vëllezër. Në ajetin tjetër thot Zoti në Kur'anin Kerim: "Innamal mu'minuna ikhwa", vërtet besimtarët janë vëllezër. Kurse në hadithin e Enesit radhiyallahu anhu, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot anin nabi sallallahu alaihi wasallam: "Qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Askush për jush nuk beson derisa të doj për vllahën e tij atë që do për veten e tij. Kurse në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "An-nabi sallallahu alaihi wasallam qal la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi." Askush për jush nuk beson derisa të doj për njerëzit atë që do për veten e tij. "Wa hatta yuhibba al-mar'a la yuhibbu illa lillah", dhe derisa të doj dikë vetëm se për hir të Zotit subhanahu wa ta'ala. Po ashtu në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qal: "La yablughu al-'abdu haqiqata al-iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi min al-khayr." Askush nuk do të arrijë vërtetësinë e besimit derisa të doj për njerëzit atë që do për veten e tij, për të mirave. Pra këto hadithe të gjitha tregojnë për vlerën e dashurisë që duhet ketë besimtari për vëllezërit e motrat e tij. Ashtu siç do për veten e tij të gjitha të mirat, duhet doj për vëllezërit e motrat e tij të gjitha të mirat, dhe kjo është shumë e rëndësishme për çdo besimtar dhe besimtare e cila apo i cili i thot vetes mu'min, besimtari vërtet tek Allahu subhanahu wa ta'ala, nuk duhet buroj nga zemra e tij vetëm se dëshira e mirë për të gjithë vëllezërit e motrat besimtarë dhe besimtare. Pra duhet të doj për ta të gjitha llojet e të mirave siç dëshiron për veten e tij, dhe nuk do ta kemi kurrë besimin e plot, dhe nuk do të ketë Islami vazhdimsi dhe qëndrueshmëri për sa kohë që nuk duam për të tjerët atë që duam për veten tonë. Elusim Allahun të i falë gjunat dhe gabimet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.